Një 37 vjeçar banues në fshatin Mushan përfundoi në prangat e policisë së Shkodrës. Gjykata e shkallës së parë ka dënuar me 4 muaj burgim për veprën penale të dhunës në familje. Ndërkohë në 24 orët e fundit, specialistët për hetimin e krimeve shpallën në kërkim një 17 vjeçar pasi është kallëzuar nga 2 shtetas, të cilët dyshojnë se ky i mitur ka vjedhur në banesat e tyre. Nga ana e policisë po punohet për kapjen e tij. Ndërkohë janë referuar materialet në prokurori dhe ka nisur procedimin në gjendje të lirë për një 58 vjeçare, pasi nga kontrollet e OSHE-u konstatua lidhje e paligjshme me energjisë në banesën e saj. Edhe një 24 vjeçar banues në Tiranë u procedua për veprën penale mbajtja pa të drejtë e uniformës pasi u kap nga shërbimet policore duke drejtuar automjetin me shenja dalluese si ato të policisë Fenelina, që u sekuestruan si provë materiale. Gjithashtu një 19 vjeçar u procedua për drejtim mjeti pa leje. Të gjitha këto raste i kanë kaluar prokurorisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme.